Mirdita, me kanë ardhur disa komente në YouTube aty edhe më ka ardhur vetëm nga një njëri, këto më vinë ndonjëherë, unë I shoh energjinë edhe disa I heq. Edhe këto komentet I kam heq sepse unë dua energjinë e mirë këtij grupi që kemi. S'du që të rri njerëzit me frika, edhe këtë po ja tregoj me këto emaile që mi ka shkruar ky personi, kjo zonja, këto emaile, këto komentet, që ta kuptoni pak a shumë ku janë njerëzit, ta kupton? Edhe për ju që keni për t'i pa këto videot në kohën e ardhme, edhe ju tjerë që si kuptoni mirë fare, po kjo që të lexojeni më është një nga këto që të lëndon më shumë në rrugën në udhëtimin shpirtëror. Për shembull, kjo zonja më ka filluar mu të shkruaj, I ka shkruajt 1, 2, 3, 4, 5, 6 komente, edhe më ka shkruajt e komente të 7, një gjallë. Po unë po filloj të lexoj, edhe dy përgjigjen. Unë s'po e përmend emër, edhe komentet I kam hequr nga YouTube-i, edhe s'po e përmend Robin. E para koment është, nuk po kuptoj, po thuaj më qartë se ju përsërisni po të njëjtat gjëra, nga peqini jeme. Po mirë me motra, unë kaq sa di, unë kaq po baj. S'po thu faleminderit me këtë që po t'jap unë. Po nesër, në kuptoj edhe ti I mësua shuaj do kështu që do ti. Unë për shembull kur isha I vogël në Shqipëri, unë si merja vesh shumë këtyre lajmeve këtyre ministrave, se unë flisja gjuhë tjetër aty ke lagja. Edhe këto tjerët ke lajme flisin gjuhë tjetër. Unë nuk kuptoj sa fjalë, po këto më dhanë mu I libër tjetër edhe vetë lexosh një libër tjetër. Për nese, unë kaq di, unë kaq për momentin dhe kaq ka mundësi. Edhe po thuaj, po ke njëjta video. Po thuaj si e programove vetëm. Po unë ta kam përgjigj se kam programu vetëm, unë kam bërë shumë YouTube video. Mund t'i shohësh ato tjera. Me vjen keq, po nuk kuptohesh çfarë do të thuash, po ke njëjta mesazh, po pak më poshtë, po aty ke njëjta video. Po thotë po me vjen keq, nuk kuptohesh çfarë do të thuash. Ti je nga Peqini, unë jam nga Elbasani, unë se kupton çfarë kupton ti. Po kështu unë e kuptoj pse s'kupton ti. Po do ta shpjegoj edhe pak. Ti mund të thuash që je futur në jetë e kaluara apo hiç. Edhe më ka shkruajtur një mesazh tjetër. Futu ndonjë kurs me medium. Po mirë. Çështu ti do baje mos u mërzit. Medium do të bëjmë unë ty, ashtu që s'ke qef ti. Vazhdo me atë menje. Edhe po shkon prapë ke njëjti mesazh, ke njëjta video. Shkruaj në letër dhe dil përpara ekranit. Po mirë se kështu mëson të tjerët, po dhe provoj me kohën kismet. Po i me, po baj kështu që shpo e baj. Faleminderit për mendimin tënd. Edhe ka shkruar një mesazh tjetër, ta shoh kur e kam lënë. Po, këtu është dhe kjo. Këtë ma shkujt I djeke mu, që ka shku këtë diti me, që ka paj me atë videon si mund të dalim jashtë nga trupi, që bana unë para disa ditëve aty, po bëja përgjigjet e pyetjeve tuaja. Edhe kjo I me, ma shkujt I mesazh tjetër. Shoku, kujdes kur të del nga trupi se ka identitete, kështu që nije po them. Dhe kujdes si I bën ti kur të del nga trupi. A mund të na I shpjegosh pak nga një praktikante që kishe mësuar të dilte nga trupi, nga mësues të me shenjë të jogit. Pas shumë vitesh,
në majë të malit, në pozicionin lotus, ngeli aty. Kishte vdekur. Gruaja ishte italiane. Zotëri, lut ju Zotit, më thotë kjo mu. Të mësoj t'i shpjegosh më mirë gjërat. Mirë, se mora vesh. Nuk mësohen njerëzit ashtu si do ti. Për të dalë nga shpirti, nga trupi. Kujdes, po të them. Mediumet janë ata që mësojnë, jo ti që nuk ke arritur atë që ti nuk je. Mirë, ti më barazon vetëm tatën, e kuptoj, ka problem. Të lutem, mëso më mirë, lut ju, ati që ti beson, të mësoj, të thellohesh më shumë në shpjegim. Pa mirë, se mora vesh. Jo, me shumë oja. Nuk është e vërtet, mos ju mëso gabim njerëzve, që të dalësh nga trupi, zotëri, nuk edhe kollaj. Nuk edhe kollaj. Kë rrugë shumë e gjatë, o njerëz, mos bëni shaka me gjëra të tilla, se energjin nuk mund ta shofësh. Kur del nga trupi, ti e ke ba, po në gjëmë ty mene, ma të rego pak qysh duket, që në gjëmë ty ne. Nuk ka problem, unë s'po gjykoj, po ta them pak shumë bukur, ta ndroj pak të energjin. Mos provoni pse njerëzit kanë vdekur nga entitetet të zeza. Se po vështi vetën. Që ban të nëna ime. E zeza dhe kjo krusin, se nëna ime dhe kjo. E zeza. Juroj të gjitha të mira, o njerës, po mos bëni gafa. Se kanë dalë shumë mësues tani. Po me shpirtën po kuptoj, po çfarë them unë ty e zemër? A? Ti po thosh kujdes ku del nga trupi. Po ti me kjo pyetje është komplet frikë, nga fillimi deri në fund. Unë me po i mësoj njerëzit të ta heqin frikën. Aty u kam ba video, eksperiencët mia, ka dhe tjerë që kanë nda eksperiencët e veta, që po tregojnë për të gjëra. Po ti me aty ke ndel me i video, me ke pa dytën me të ka ik ajo. Të ka ik damari fare, me po bashkë ti me mësuese ke programi im, ke kjo YouTube i kanalit tim. A kupton? Si bi mirë është, po nese. Ti e ke për të mirë, në kuptoj. Po ti e për na fut frikë të unë me. Ti ka pa e frika, ka të dytë, ku din që të kam batu ato, që i kam ba gjithë tjerve. Edhe, ti merë ato për shembull frikat e tuja, unë mund të them dhe pisluqe, që për i bin këtu për shembull, se ti për krahason një jogit, nga kështu disa miliona joge janë, edhe histori që ti s'ke qenë prezent aty, dhe në pa fjetë s'ka fol tjetër kështu, edhe gruaja e tij ishte italiane, që edhe i vdiq lotus, ku din që kanë të lotus, kështu e kanë këto indianët, ose këto jogit, a kupton? Çdo të i burri atje me për herë parë, për herë dytë. Pa i po mësua atje se ka shumë njerëz, a kupton, që e eksplorojnë veten, e shohin kush janë, që janë Zoti, edhe komunikojnë me ato, prandaj ka ikë atje, i ka bërë këto gjëra, se e ka njëjë diçka përpara, a kupton? Me ka shumë shpirta që rrinë, edhe kanë shumë shpirta që vendosin ta lënë lojën, e vendosin ato. Se kur e zbulonte veten, unë po ju kam thënë, unë ku jam atje, unë si njeri, si unë me që po i flas, unë s'kam qenë të vi mrapsh, po shpirti me e ka vendos që të vi mrapsh. Është pak vështirë me artikulu, po shpirti ka dash më ardh mrapsh, edhe unë ka marrë për ta festu këtë jetë me shpirtin. Edhe sa jetë kam. Që kështu me unë ka hap dera shpesh herë ku kam qenë atje. Vendosja, jo kështu që shmendoni ju. Që vdes trupi për shembull, po ti shpëton, s'ka të baj. Atje nuk ka kohë, kam thënë, ku je atje ti shkon 3 minuta mbaron jeta. Ktu është 80 vjet, 90 vjet. Edhe kjo gruaja me po rri shumë me frikë, edhe se kanë gjuajtur historinë me kjo dhe marr këtë si shembull me, edhe di shpërlaj gjithë ato vitet që kam thënë unë, as si ka pa fare mendoj. Edhe fillon kjo me këtë me, e lexojnë njerëzit për shembull, edhe njerëzit po provojnë të ikin kësaj frikës, kurse kjo është në konvent bazë si mësuese. Dhe me
edhe kjo ka për të mira, kupton? Ka mos baja shu, se ka kshu, ka shu, ime çfarë energjie është ajo? Edhe për të këta që ky me di që e la gruri italian aty. Për me gruja mund tjetë gjermane, edhe shqiptare, edhe angleze, atje që doja jo, s'ka të baj fare. Kur kupton ti kush e vetë, e kuptosh ti që gruja gjithë vinë atje mrapani. E ban qa dushte, e keti ndorë, pra ne ti e shpirt e Zotit, ne kam thënë që nerë, po... se kuptoj, që të thema ndryshe, pa e di që është vështirë, me e kap, se e krahason me vetën tate për herë. Edhe nuk e keti atë vlerën, të takohesh ti me atë që i thuti Zot. Unë e kuptoj shumë mirë, kam qenë vetë aty gjatë të herë. I thoj pse mu, s'besohet, dhe sikur shqipja. Që kështu unë kuptoj pak a shumë. Edhe po më thuti muj me, po flet për atë. Po e thuj jo me shumë oja. Nuk është e vërteta që po thuti. Unë po i mesoj njerëzve gabim. Që të dalësh nga trupi zotëri nuk është të kollaj. Se keme krahason me atë jogit. Ku diun sa miliona joga janë, kupton? Ai shpejt i shpëtoi se këto prapë unë i kam thënë kur vdes një ju do të bash fest. A unë kam pas dy herë që maj mend që kisha drejt ikja po doja. A kupton? Po unë e di që ku do ikim e ku do të kthehem. Kur të iki shtëpi. Unë e kam pa vetë, shpesh herë. Që kështu, unë zi që të thema, a kupton? Unë s'po flas për te, për flas për jujme. Edhe kje po më thoti me për atë mediumin, ku është ajo mediumin ta gje? Ta e ishte bukur. A më pëlqeu. Të lutem edhe në... Ku është? Ku iku ajo? Po për thoshte për mediumin, që vetëm ato din, unë s'di. A kupton? Mirë, që ata mund të ato din më mirë se mu. Unë s'marr vesh. Ato kanë dalë nga trupi. Po ta themi se këtë vogël e shpirt, edhe ty edhe këtyre ndikuesive tjerë. Këto që bajnë shumë mediume, ti nin ato kush janë të mirë, kush janë të keq. Edhe shumica bajnë gjëra të kota, bajnë si mediume. Me qas merë, ti shohësh vitet e mija ti, se më kishë ba këto pyetje ti mu. Edhe ato e kanalizojnë lëllë racësh. Me ku janë ato racat, i mos po i shoh, ato kanë qenë me vitet që kanë thënë kështu me këto mediumat, bat shu, bata shu, pas e gjarë, këto vetëm flasin, këto s'kan dalë nga trupi. Këto me qanin kështu dhe qanë gjojnë rreth të qark edhe... A kupton, flasin nga ajo që besojnë këtë është e vërteta. Se ka lëllë mediumesh, edhe shumica këto mediumet janë dhe shumë raca tjera që i vinë ke koka njerëzve, ke mendja, edhe këto i flasin mësimin e këtyreve. Po ka nga shumë të që flasin për dritë, dashuri, po tema tanë. Këto në kanë degenerune, në kanë manipulu, i dalë bukur tyre si dashuri, po ato kanë agenda. E di gjysh është atë nalë këtë ato, po rumuj fare, kështu i gjështu, ato e binë rumujnë këtu. Mos po them që janë gjithë keq, ka dhe të mirë, po unë jam ma që janë, kjo që po të mësojë një, kjo është ajo ma kampione, kjo i parakalon mediumit, super mediumit, channelin, komplet të gjanat, kjo i parakalon. Kjo është ajo, unë s'po them që e kështu dukem sikur që jam. Unë kam zbulu gjana, kam pa gjana, 5 menja aty, kam në eksperiencu gjana, që ju të shmenin i fare, po t'ja u të regoj unë. Do mi ikni nga kanali, gjithë, do t'ja fusin me vrap. A kupton? Unë kur e banat video në shpar, shumë njerëz u turbu në ikën, pa të s'janë gati, a kupton, është mirë që ti ikin këto, se rrinë kot. A kupton? Kjo që kam zbulu unë, kjo është ajo e fundit. Nuk kam ma fund se kjo, ku e zbulon ti vetë kush jeti Zoti.
A kupton? S'ka frikë, mos këto janë ato komente që i fusin frikë, ku i ngjon. A kupton, kjo aq i hap petlla, aq flet, se ka fare shkreta. Edhe me menon se mediumi di, sa shua programu me mediumet. Mirë, shko ke mediumet ti, unë se kuptoj pse jeti këtu për radhë pa, ti s'po kuptoj që po flasim. Ne po flasim shqipt, ti je nga Peqini, jam nga Elbasani. Ne po jemi komshi. E ti s'po kupton mu. Unë s'ma më se s'po kupton ti mu. U për më se s'po kupton ti informacioni që po edhe energjinë time, është e drita është shumë e fuqishme në nuk e kupton dot. Do ta nish atë, se s'ka të mbaj fjalët shumë. Ka të mbaj energjia, kuptimi, edhe e barazon me eksperiencët e tuja me çanin për mrena. Ajo është origjinale, jo ki trupi fizik, me lapa. Ti për deshe ta kuptosh më mirë, unë zi qatë tërmë, unë ta thë pak më shaka, jo si gjyka, ti shko ullu ke prejni ke rama, ai mund të ta pegë edhe më mirë. Ose kena tjetër që ke qef ti. Ose shko atje ke jogit. Baj vizita tyve, baj të fale nga mu. Që kështu, unë këtë komente i hoqa, edhe duhet të besedoja edhe ju që kur din të komentet për shembull, a mos e vëni re se kjo e ka nga frika vet, kjo e tregon pasqyrën e vet, që është mrena për mrena, edhe çfarë gjendje është edhe çfarë beson, edhe nuk është një gjë e keqe. Po, secili i ka ato faset e veta. Edhe unë kam bërë veprime ashtu, unë s'po them ndryshe, po kjo që po ju tregoj unë, kjo është i ke levele, po kjo është këtu, nuk ka si për kësajt. Nuk ka si për teje, pa e di që se kupton dot, që e ti zot. Nuk e kupton dot, po se pa ta eksperiencu. Po nese. Të këshu i me kisha qef të tregoj për te, të mësoni pak, edhe mos u kapni me këto negativitete, këto frika, se këto janë ato që ju shpifin një kukullat, ndoli këshu, mbani këshu, se ngjoni tyve mesazhve që flasin tjerët. Ju nini vetë ku është e mira, ku s'është e mira, edhe ku i bërtas na jekë shumë, mos u tremni, pa dashje, po edhe po tremni dhe ikni dhe vini vetani, se dhe kuptoni, kur dalin do tjerët, mas disa viteve, ose po e di unë. O, ne jemi Zoti! Dhe vi mrapani, do ta dini me ta zbulojnë ku qysh është Zoti, qysh ban Zoti, që të marrin dhe ato eksperience. Se cili vjen ku e ka kohën e vet, a kupton? Ka dhe njerëz që harrojnë, kanë qef ta bajnë jetën tjetër. Ka lloje mënyrash. Po, se cili e ka atë vetëm, ta zbuloj vetëm. Se po zbulon ti vetëm, ku e di kush je, ndryshojnë komplet ajo. Panorama. Ti e kupton vetani. Po, do dhe ku me trajtu edhe me... A kupton? Se pranon menja nuk e ka son vetë në vetë, me qa menon vetë. Edhe është vështirë me i marrë gjitha për jerë, me i përdortu, se njerëzit janë qërumë. Do të friksojnë, do të bajnë, pa dashje. Ata shu janë su, ata kanë për të mirë. Ti e shef, ti e ka për të mirë, kjo zonja. Po, i del pak keq. Sidomos tu kjo që po punojmë ne. Unë po i themi që s'ka frikë pas e gja, kurse kia, no! Mos me pra! Mos bëj ashtu, nuk ka dritë, energji ku del nga trupi. Vetëm mediumët bajnë. E gjithë të gjana, ta kapton? Normalisht robi friksohet dhe kapaja, se ti këshua energjia ja. Kjo kush e di sa është menduime për ta shkruajtur të gjithë të gjatë këtë emailin, sa energji ka dhënë, sa pasion, sa e beson. Sa, a kupton? Ku të kapa e damari që i vogël të kanë programuar, na e ka bërë damarin kaq vëlla, nuk do psohet kollaja, e ka shumë aty. Po dalin to me kohën gjitha, që kështu mos u mërzisni. Edhe mendova se i përgjigja pak a shumë ta kuptoni. Edhe me për tjetër. Që kështu gjithashtu vazhdoni sa keni mundësi ta karikoni veten, ta shijoni veten, se bota tyja nuk ikën. Ditë të bukë.